أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء وحفظا لكتابك يا أرحم الراحمين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم صل وسلم وبارك وعظم وأنعم وأكرم وشرف على سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت وعظمت وأنعمت وشرفت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبعد يقول الله تبارك وتعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا صدق الله العظيم Inderuar i gjemat në javën që kaloi ishin disa fjalë në prizmën më të shkurt të thonun në lidhje me atë që na emërtuam karrierizëm, i tham pozit, i tham post, i tham fam. Tu e ditë se posti edhe karrierizmi prej famës ka ndallim, fama është diçka tjetër, po ti cëllën dush thuj nëse nuk përdoret mirë, kejt në ta je në atë rast. Prej fjalëve që ishin të gatuara dhe të thonë në javën që kaloi në lidhje me atë që ne emërtuam karrierizëm, edhe definicionet rreth asaj smundje shpirtërore që pin gjakun e njeriut e pastaj ai i cili është me këtë smundje virale, ai mundet me i ngjit këtë smundje tjetrit për shkak se është smundje ngjitse, se për ata folët. Është smundje ngjitse për shkak se mundet me kalu te tjetri, mundet me kalu për shembull prej babës të djali, edhe mundet me kalu prej atij që janë pozit te ai që pritet atë pozit me kap, ashtu që der mas dere, prag mas pragi, zyre mas zyre, pozit mas pozite munden me usmu shumë njerëzit me këtë smujë në të cilin jemi në ata është duke spjegu. Të nderuar xhamat, Allahu xhalla xhelalu e lutim që në fillimin e këtij dersi për pranimin e namazit xumas. Allahu xhalla xhelalu e lutim na për me na bë kabul çdo lëvizje edhe me shenun në registrin e punëve që na e krim vetëm në emrin e ati. Qish në fillim edhe në mbarim do t'jesim pranë asaj se lëvizjet ma tim të atonet ato ma të mloja janë vetëm për Allahun edhe për asken tjetër. Prej definicioneve që spjegu në javën e kaluar në lidhe me karrierizmin ishte elementet dy kyqe mbi të cilët rrim kjo botë, ishte pasuria edhe kush ishte tjetra, ishte pasuria edhe ishte pozita. Në lidhje me këta tham ata që kanë karrierizëm po blejshin diçka, ato që kanë pasuni po ndërtojshin diçka, ato që kanë pasuni po ndërtojshin këtë botë, kurse ato që kanë karrierizëm po i blejshin çka po blejshin, ato po i blejshin zemrat e njerëzve. E pastaj njerëzit në përmet blerjes zemrave ative po i rognoshin, në përmet kuj për realizojshin ata kejt këto janë t'javës kalume, në përmet disendeve, në përmet votimeve dhe premtimeve. Kështu tham javën që kaloj, kur vjen vakti votave në gjallën ato, tash a jeni tu i pa, tash s'ka një herë se s'ka vota, tash janë kejt kluq ato, i kanë vu vot a qelin sa shme rëndësi, ato nuk rinë 21 ditë si pula mbi vetë. Ato nuk rinë, ato rinë rafsh 4 vjetë pa di javë. 4 vjetë pa di javë i ven, vetën rinë biton me qelë. Kur të vinë votën të di javë qelin zojtë ative. Për një herë zojtë e karrieristave dalin sokak, me mledh njerëz edhe me bodhota, edhe me dhëron premtime. Thash pa thojnë ato, nëse bona unë, pra nëse ju mbani muë, do të lullëzon kjo dhe tham javën e kalume, po e përsritim me ditë ku jemi në atash. To janë thonë këtë fjallë. Thojnë ato ka me lullëzu, edhe ti tham janis me pa me lulle, më njëherë.
pej këtu i derin Kumanov anë e mon autostrade e shefti. Ti sa i se ka gajle, ati si ven ma rajt thot, për këto 2 veç ka t'jem unë e pin për shef, derin Bujanos tramvajnë në përkatune dhe t'abi. Edhe janisti mi pa pragat, kamionet të shpas praga, të shpas shina nëndër, edhe qot pas ta i tim vlavin tanë, ja shan mas paku, ja shan, ja shpif, ja re, ja i dhënor si e zdel me ta, pse kje jetu ti sa i zdo mi adhon votën, ati jaranit tani cili ta ka ble zemrën me lullet të cilat melën hava. Me shinat e tramvajt e autostradat të cilat maron mas koke nëndër, edhe ato si shef mo kurti, se a i si ka aftësit, a i nuk i ka aftësit o borin e vet me mush me zal, a i baltën e ka në borë terin qaf, ati e ta maron tramvajnë në përkaton. Kështu që ka bojnë këto njerëz kështu nuk lullzojnë gjo, po blejnë zemrat e njerëzve edhe i bëjnë, i shëndrojnë edhe i venë në shërbimin e vetë vetës. Pra kjo deri këtu është e javës kalume. Ta sot, për çfarë arsye njerëzit e dojnë ma shumë postin edhe pozitën edhe karierizmin se pasurit. Kja e sotit, piktu do të fillojmë sot. Për çfarë arsye njerëzit ja lakmojnë karierizmit edhe postit që arrijet në përmet ati ma shumë se pasurit. Pse do kanë qef me qenë pozit ma shumë se sa kanë qef me qenë pasanik? Për çfarë arsye? Me pozit arrijet pasuria, kurse me pasuri pozita rral e as njëherë hemen. Pra ato janë të vetëdijshëm se nëse unë bëhem ministër, nëse unë bëhem deputet, nëse unë bëhem një kryetar, nëse unë bëhem një mifti, nëse unë bëhem një kryetar i Bashkisë Islame, nëse unë bëhem një mret eventualisht, unë e di se ajo karik e sigur tash që do të më pasunën, se është regulli i vumë ashtu. Edhe mos me ke shfridzu ata prapa jo të banë pasanik, se ajo karika orfuni ka pare, ka pasunin nërta. Kurse, ai që ka dimi copa dhen, qëfar pozita i mrin me ta? Ati i shkon imri të ngasit jetë budal me i qu kinja ati në karik që e ka dimi mark muin. Me pasuni, nuk arrijet të pozita, po prej pozitës arrijet të pasuria. Pra karieristat këta e androjnë, kur të flenë këtë shofin nëndër, e duhet me bo argat të fuqishëm, të zelshëm, që ngasin për realizimin e kësaj me artër të vendi, e ata kur të vinë të vendi të remat harrojnë ato a qeli pula zoja nuk qeli. Ative mos qohin nude, se a ke pa ti lule që ka erë në ta mesia s'ke pa, harrojnë ato. Kjo qka është, në pse spjegojmë këtë dërës në gjami, kjo është pjesë e pandashme e spjegimeve islamike në kursit e gjamiave dhe në mimberet e saj dhe në shkollat islame për mos me usmu njerëzit për shkak se kjo në islame ka emnin smundje. Për mos me usmu njerëzit, kjo në islame ka emnin smundje. Ta shti kur jemi këtu dalimin mes kësaj rase, mes kësaj kategorie edhe njerëzve që ka jetu Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam me to, ato që e ka emnin sahabe, ndihmësat më të mëdhej të islamit, ata që islamin e pronën këtu, generata e artë, ata që për to thamë, Rasulullah i tha, rahim Allahu l'ansar, ndëgjoni ju gjemteri të cilët, henez e keni jetën për para, ndëgjoni shfare duhet të jeni, nëse s'jeni kësis, ka hajrë pi juve, nuk ka hajrë pi juve drejt konkret, duhet jemi praktik. Ska mundësi me limu njëni qetrin se koha e limimit kokës njëni qetrit ka përëndu. Kur mos hajdi asë në këtë gjami, asë në gjamin qetër mos shkoni kur heq asë njëre, me prit hoxhat ju thoje, qoni ju të para se mirini. Mos shkoni në gjami heq. Në gjami shkoni me ju tregu hoxha i juve, ku e keni gabim? Që të dilni edhe ku duhet me shku që të shkoni, për këta shkoni në gjami. Pra nëse s'jeni kësi si këta që do t'i spjegojmë, më shkoni në gjami heq. Më shkoni se koha limimit kokës me akull ka kalu. Tha Rasulullah për shok që e ndihmuan ata, që e qitën në Bregdet, të shajt, tha rahim Allahu l'ansar, tha Allahu Medinasit i Mashiroft, njërës të Medinës.
Kemi thonë për këta. Tha, kur po shkojnë luft, po më qojnë gjem, aq sa unë s'po kam shpata më ju dhonë. Aq gjem po më qojnë, sa që unë s'po kam aq shpata më ju dhonë ative. Kur po vinë prej lufte gjem të ansarve dhe të muhajgjerve, e po binë ganimet, po binë pasuni prej lufte, unë po nisi me avda pasunien, s'po kam kuj me avdhonë, se ato po rinë shpis, po vinë me morë. Nëse arrini ju gjemteri këta me nënvizu mirë, edhe me bo pjesë të juaja, pjesë të jetës juaj, me ungjiros me këta, jo me ngjiros veshin me këtë, me ngjiros zemrën me këta, jeni ju ato që me të vërtet kemi të drejta me ju thonë hasnit e para, se mirë jeni. Se përndrishe, nëse vazhdojmë me kursin e të kaluarës ton të zezë, nëse vazhdojmë me kursin e të kaluarës ton, me prit para derës se pozitagjive kur për në japi një qështë të pozitës, nëse vazhdojmë me prit para dirve të njerëzve kur për në punsojnë ato me një cop apo me një pjesë të rishfetit, nëse vazhdojmë me prit me para derve të njerëzve të cilët thojnë ato, nëse pa i to është me rendin ton, do të japë me filan vendin e punës. Unë po të spjegoj se në këtë rast, nëse bjen ti në këtë nivel, edhe në atë vend punë e punësosh, je ma i dob ti njeri që ka pa toka. Po pse jam i dobët në atë rast? Pse ke harru me pyt, qatë njeri ku e more ti atë vend punë që po ma jep muë. Ke harru me pyt. Një person prej personave që punojnë në radhat e muslimanove, në radhat e bashkësijës tonë të shajtë, se bashkësia islame ashe shajtë, ati nuk ash loj, bashkësia islame nuk ash loj, aja është organizata me shajtë që posedojnë muslimanët. Njoni i tha një personit hoxë dhe aj, tha, hinë në këto zirët e tona, e zgedhe njonën cëllën të dush që qelësat. Kjo nuk ka fantazi, kjo është fjalë edhe fjalit të personit që i ka ndodhë, ja qelësat e zirës. Tha, meri edhe hinë puno drejt prej nesër mëngjes, ama plëtsona i një kusht. Tha, a i cëllin kusht të plëtsoj? Tha, për cëllë Molla Jakupin e Slupçanit, qka po banë kejt? Faleminderit. Faleminderit shumë, kjo a punë e mirë. Me në për cëllë qka po bojmë. Sa i të merit ashtë ki njeri, sa i smut ashtë ki njeri në kokë, sa i smut ashtë ki në shpirt, sa i smut ashtë ki në anën psiqike. A unë të ashtë i Molla Jakupin me përcel, a unë me zë para mikrofonit, edhe me zë para televizorit, edhe me zë para librave, edhe para gjemotit, vetë po thomë qka jam të bo, a i bëhet budal, thot qko përcel e shka të bo. A unë po flasë para 1500 njerëzve gjdo dit, a shiqarem, një disë gjamiës po thamë qka duhet me thonë, henez me armen për cilë. Po ti qish mundesh me armen për cilë muë? Hajde, ku me për cilë? Si më sjem të folë në gjami, jem të punu në arë, ti edhe s'jesh ati gji me armen punu, ati zvet, se në vend me për cilë. Sa të merë i zi, sa punë e zezë, sa të mrapa metu një njerëzit, sa njerëzit s'kan bët kuptime të kësa jetë. Nëse apun ajon politike e kemi lajmëru qish moti nase, na jemi jashtë asaj, ashtë tërp. Molla Jakupi me umar me politik, ashtë tërp. Pse ashtë tërp? Ashtë tërp se politika ka parlament, politika ka 120 deputet, në qetërin parlament 555 deputet, qetëri parlament i ka 300 deputet, atje ka politik. Atje ku njerëzit morin rrugë, atje ku njerëzit votojnë për ta, atje ku njerëzit bajnë përgjegjësita asaj lëndë, kurse në xhami na spjegojmë vetëm fen edhe ukri. Na spjegojmë vetëm anën islamike dhe aty merr fillimi, aty është fillimi edhe aty merr fund. Pra na smiremi me atë dik. Me na përcjell neve mirë. Vën në xhami un dal imam ti falësh mas, çish të fal na unë duhesh me përcjell. Edhe mu fal të bë mirë shumë. Për çera veç ka të lodhësh. Veç ka të lodhësh. Pra, nëse ti edhe këtu edhe atje, pra që një njeri të punëson ti e me një vend, je ti i humbun. Je i humbun.
duhesh pra të punosh edhe të angazhohesh që ta vërtetojsh veten se jeti me armë të thonë të shtëpia, edhe ajo koeficienti jot mendor, edhe pregaditja jote shkencore, profesionale, nëse ajo nuk punson, ta dish se ke je fundos, ta dish se ke humb, se ke harru me ju thonë ative, ku e morët këtë vend punë ju. Ato vendet e punës ju a baballëk i keni edhe i danja. Ato vendet e punës ju a i keni bache e lehe trasadit i keni a. Ti këta ke me mel spec, e ti prej kësaj ke me dal kastravec, a kështu i keni punë ju a. Do me thonë, këtë dunjo, a ju e mel një shfar do rasadi keni qef me mela. E na më dëgjoni pra, na nuk jemi rasadi ju, na mel mi vet, edhe bim vet, edhe rritemi vet, edhe ujitemi vet, edhe pjekmi vet, edhe vjelmi vet, vdesmi vet, edhe ngjallmi vet. Na kështu e kemi. A ka ma qartë se kjo? Po mës me konë na, marat, shka bani ju mës me konë na? Mës me konë na, ju jetoni ju knaqni. Kështu pra. Mës me konë na, ju jetoni të lirë. Kështu të ndodhë mës me konë na. Mës me konë na, ju knaqni. Mës me konë na, ju jetoni me Allahu në gjëlle gjelaluhu, hiq pa ja u përzi telat askush. Ndokot se na pa ja u përzim telat. Na pa ja u përzim telat, nëse keni arrit me dit kush jemi na, atëherë është bo mirë shumë. Nëse s'keni arrit me dalu kush jemi na, atëherë prapë duni me zgat orën e mësimit, me lip orë plotësuse të mësimit, nëse s'keni arrit me dit kush jemi na, me kërku orë plotësuse. Inderuar i gjemot, Islam do me thonë imunitet, Islam do me thonë të mbjetosh me kam të tua, Islam do me thonë të jetosh në hijen e durve tua, Islam do me thonë mos t'i kur falash kur kuj, Islam fjala do me thonë mos kur falje. I tha Rasulullah i një grupës njerëzve njëni nga ato transmetoi, tha harova unë, tha a 8 vetë kem kur në tha për nga meri a.s. një fjali a 7 kem. Tha po si do qovë për ju kalzoj shka në tha. Po sa harova a 7 vetë kem atet, se është transmitimi i fjalëve për nga meri shumë precis. A të ndëgjojmë shka i ka thonë, pra nejse a 7-8 sa është me rëndësi. Tha në tha Rasulullah a.s. o ju, a ma ip një besën. I tha në ato, ja Rasulullah, të tema ta kemi dhonë besën, tha një herë. Tha ta kemi dhonë besën një herë dhe të gurët kërë atë shejtani manë, tha dhe ati një herë jemi taku me ta dhonë besën. Tha jo, atë besta se kam për qëllim, tha jo është edhe sot valide. Ajo besë edhe sot a valide, tha, qetër, tha, po du. Tha urdhnë para, ja Rasulullah, tha, urdhnë. Tha ma ipni besën, se nuk do t'i njifni dizot në asë një herë. Tha në po, ja Rasulullah. Tha dhe ketë se kam për qëllim, se e di se kësisoj jeni. Tha qka ke për qëllim pra? Tha ma ipni besën, se kur kuj teri disnis ju kur falni. Kështu ju tha. A i ndërtoj generata, a i ndërtoj ke shpjetat e njerëzve. A i nuk ishte e ki selamin sile, e ki selamin dark, se të kam shoq, e zban pa të therë, si mës të më therë, shkujtohë mirë. Nuk ka qenë kështu në kohën e pejgamberit, pa a i ndërton të njerëz. Tha me ma dhonë besën, se nuk ju kur falni kur kuj. Tha Rasulullah a.s. e të më falni, e transmitoj njeni nga këto 8 vetë që ishin ati. Tha për qito 8 vetë për ju spjegoj, deri ka vdeki fundit prej këtive 8-ve, nuk ka ndodhë dhe njëherë që i ka ra kam gjia prej kalit, edhe i ka thonë shëqit vetë apo më ngatë, veç drip ke ngatë ke. Se i kam thonë për nga meri s'du mi ju kur falë kur kuj mo. Deri vdiqëm tha na, qito 8, nuk ja zgatëm tha dorën kur kuj, tha i bike shoqit tem kam gjia prej kalit, unë te kam te kalit isha, së më thëjke nga të ma, se u tut ke se pe e prish besën a gje, shdrip ke vete mirë ke kam gjikin. O vlazër, deshtëm zdeshtëm, unë do t'a them këta këtu në gjami, edhe do t'a them të gjamia modhe në Prishtin, do t'a them të gjamia Adhembeud në Tiran, edhe do t'a them të Sultanahmeti në Stambol këta, edhe do t'a them të gjamia pejgamberit Mekke me Medine me mudhën rasti, do t'a them edhe në gjamien e Haremit Mekke me mudhën rasti, unë do t'a them para televizorit matë malë në botë me mudhën rasti. Ne shqiptarët komplet ju kajt njerëzve apo si ju kajt, ne harum Allahun
edhe rrugën e ti, edhe harum sistemin e veprimit si pas ati, e tash ti kur ta bëjsh këta, mos zban qëtërsen, nuk ndodh qëtërsen, prit në përdir, kjo ndodh, prit në përdir, ja prit të dera e kampit, ja prit të dera e shoqatës, ja prit të dera e vllaut, ja prit të dera e aeroplanit, ja prit të dera e kriqit kuq. Kjo vazhdon për tije edhe vazhdon për mua njëjt sa për tije, sa për mua pa dal pa fije dallimi, kush e harron rrugën e Allahut, kush e lën, kush e zaventson sistemin e Allahut, sistemin e krijuesit me çetër. Ama kanë punu njerëzit edhe a kanë bë këtë din bajat? Ama kanë punu njerëzit e kanë ndërtu prej njerëzve, prej neve njerëz, ato me ikë si ma betë se prej gjarfnit, prej të mirës, prej fesë Allahu Gjelle Gjelaluhu. Unë po të dalë, e ta kapi një intelektual shqiptar, për dore, edhe ti bëj një 150 metre me ta një udhtim, për një parke apo për një trotuari, edhe ta pys ata, me më thonë qka ke në zemër, si unë që po ta thamrena qka kam, në zemër qka ke, a Kurani Kerimin e donë ma shumë për sistem e pranon, apo e pranon librin e Nicola Machiavellit italianit të Florencës, i cili liber e kajmë në princi, a ketë liber e donë ma shumë a Kurani Kerimin, në zemër qka ke me më kalzu, jo në politik, se na duke ju bo politik do qerve, harum se nën me zveti një një qetrit duhet me i bo politik, shtjeve nën me zveti një një qetrit. Shqiptarët kur si kanë bo një një qetrit politik, ato jo pse se kanë nderu një një qetrit, po ato ka qenë nderi një një qetrit shumë ma i malë se politik në një një qetrit. Ta shti u helmum na politik me do të kujtu se edhe me qerë shtjeve me zveti ja kemi hi. Në zban me i bo një një qetrit politik, në një një qetrit duhet me i thonë këtu e ke gabim. Kjo është e jonja, kjo është thelbi i jetës tonë. Unë mendoj se nëse ma thot ai çka ka në zemër, kish me më thonë, kështu kish me thonë, hoxha, a me gjithë mene kese, unë do ta krahasoj librin e Kurani Kerimit para 1500 vetëve me librin Princit Machiavellita? A ki me gjithë men që po më pyet këta? E unë do t'i thom ati shiqo, e kam me gjithë men, edhe me gjithë ven, edhe me gjithë kovalë dhe dhenë, me kejt e kam, me kejt e kam. Kështu dhe tjetë përgjit? E po java, kështu dhe, e qish me hec pra të para. Që kjo është ajo fjala që shqiptarët musliman i qiti prej binarit. Këtë fjalë o ju të ri, mirë në më njëhare, ku ta ndëgjoni mirë edhe line me benzin nëse e pini dohonin në një fitilin e cigarës. Djegne këta, se kjo fjalë shqiptarët i që i qiti prej trenit, kjo i qiti prej vagonit shqiptarët. Fjala e qisht shkojmë në të para pra, me Kurane me fe, qisht hecim. Na qisht him në Evropë me fe, Evropa s'po donë me fe. Po bre interesant, që interesant shka ndodhi, e lam fan në deshte Evropa, ka dimin dite po në merë. Po në merë, po ajo s'po në merë o i dashur, ajo po në hanë, ajo se të në kishmaru s'kam pas gojen me qelë, po ajo po në hanë, nëse mundesh inshallah, e t'i jap Allahu aftësit mendore, e me mbesu muet se kjo është e vërtet se ajo s'po në merë, ajo s'po në ban edhe nder, ajo nuk ka të në bo sa i gi, se me ditë se sa i gi janë të në bo kam pas me t'a bo një pytjet për zdrëv, 50 vetë që keme nejtë s'keme ditë mu përgjigj. A pytja e me a shumë e thjesht, e ku shumë keve bre ti me t'bajt me aeroplan gjithë ditën e gjithë natën. A ki bre një përgjigje binë se që më rahaton më rëndësin, e më përgjigje është për i zatë zotit, e ku shumë keve? Qfar faktori më jeti? Qka je? A folmi? Nëse e morim na komptarisht në gjerjen, që ti për qenke, që ti ka 10 aeroplana në dite, aq me pesh, për i zatë zotit, qka i ki kontribu botës pra? Rozulli toksor, qka ka di shka të modhe që e ka emnin Madejn Shqiptar? Botës, kejt botës, rozullit toksor që a qunë kom, qka i ke afru? Përgjigja është 0. Qka i ke afru? A të vezë di shka që tërsen? Qka i ke afru vetë vetës?
Për tije, çka ke bë për tije? Unë e di çka ke bë për tije. Si të kishe punu jashtë, një shtëpi me 7 dhoma. Këtë ke afru. Pa 7 dhoma janë dunjo. Po të pjes hala. Shkencëtarisht, çka ke bë? Politikisht, çka ke bë? I pariot, shka ka afru, i pariot, shka ka afru. Ja për shembull, njonit ka pri 10 vjet. 3 elemente janë njerëzit e mençur i folin. Ato shka din, ato shka s'din folin që tërsen. Se ai shka s'din, ai e ka let. Ai shka s'din, ai fol shka tim teket. Ai shka s'din realitet, ai nuk fol. Po e fol mi ati e ka emnin me blujt. Kështu e ka se mullini blun. Po ai se din shka ashtu blujt. E din mullingjia shka ashtu blujt. Ai e din mosel ma hollë dhe ma trash, ma egre ma but. Ama me vet gurin shka ke, nuk di me thonë ki ke kalamoq, ki ke grun. Guri mullinit si di këto pun i din mullingjia. O i dashur, po të pes i pare jo që t'ka u dhejsh 10 vet, të menqërit, ato që dini i bëjnë të pytje. Jo unë, ato që din. 3 elemente janë duhet me t'ja afruaj tije. Për borgje ka, obligime ka, se në ato 3 elemente ti mbarë shpjative. A i njeni ashtë këtu. Ekonomikisht, shka t'ka afru? Ekonomikisht, shka t'ka afru? A ke përgjigje? E di që i ke, për në gjami s'folët, se me folët i më në arthu, 0. Ekonomikisht. Politikisht, shka t'ka afru politikisht? 0. E ushtarakisht? 0. Urlo, pra. Urlo, hajsh ko bërë të shpia, shifë andrën e mazdrekës, para zdrekës që ki ubitis. Shifë një andër 3. Se me dvetë atë maroj, këto janë 3 punë. Pyta Arafatin, që 50 vetë në Palestinë, shka ka afru ekonomikisht? 0. Shka ka afru politikisht? 0. Ushtarakisht? 0. Tamam, ukri. A njoftë është i kusha? Apo do këti e si plestetone Kanadet, plestetone, kur ta shofin televizor me shamidhe, bre që kje, bre, umit, bre që kje, bre. Bre që 60 vetë, bre, umit, kje, bre. Këto plestetone janë politikanë të mëdhej këto. Këto janë shumë politikanë. Edhe me bëmi a përzi, thot, po ku e dibe ti be gjeki lebe, unë kur ki le ti jam konë sa ti plak be mara. Na e mbyllëm. Dritarja jonë mbyllë. Na këtu i shlojmë perdët na. I shlojmë perdët dhe hajtë, falës ti pra, qo, kalzom. Te poshtë berë pra, hajtë, kalzom kusha Indira Gonde, kalzom Sohartë të kushashe, ketë me rek. Qoj te poshtë, unë i kam mbyllë perdët, unë s'kam shka me fut. Këto 3 elemente mëse haro pra si dush me ditë. Çka t'ka afru ekonomikisht? Çka t'ka afru politikisht edhe ushtarakisht? Këto 3 elemente mëse arrotone ta ne i mot punti. Ashtë përgjigja 0, a u njofte me mu kush jam pra? Që ka që jam une? Pi mu s'ka ma shumë. Prej ka vinë këto smundje kështu, ka kanë shall këto, ka kanë tajë këto. Këto e kanë shall atë smundjen për të cilën jemi në te, që e ka emnin karierizëm. Në t'jem une, pa to në shka duhet dole. Kësë pra kjo. T'jem une, to në shka duhet dole të nena. Njerëzit e dojnë postin ma shumë se pasunia ka i lete, i dashur. Ajo mundet me qenë gjepin tanë, aqë sa mundet me qenë edhe i velën. Ajo pasunia mundet me qenë në arkën tonë e mshel me qenë 400 kile kasa. Po e gjonë pa longë. Mundet me qenë shumë e ronë. Po mundesh me gjithë në pa longë në mëngjes. Mundesh me gjithë në arat e kratovës. Pra ajo pasunia së është e garantume. Mere vesh se sa garantume, ti thu, e po pse a i shka i ka shku kaca në palong, se se ka qu pranë Zheneva gje me rujt të banka. Po a i ku e di une, ka dal një iblis, a gje po i thuj një iblisi internetit e emnin, qështu e? Iblisi internetit e emnin, edhe atje me ato susët e ati, numrave për ju bajnë kem diçka, numrave pareve, ative shku e thuj në konto, edhe ative për ju bajnë diçka. Po thojnë ato kër të bëhet veti 10.000, do të kemi shumë problem me këtë mresh. Para të zenginit njonit do të shkojnë vetë a i numri qetërit a gje. Kjo ndodhe dheri tash u zo. Pra, parat, pasunia, po mu i ka me qenë, edhe po mu i ka me uvjel, po mu i ka me udjeg, po mu i ka me maruj, po mu i ka me marzjari, edhe po mu i ka me mar njeri. Ti që shtam sot diad, ti ke fitu 50 vet, a i njoni ven një iblis, a i vjen shejtoni njeri. Ka thonë Allah në Kurani Kerim, shejtoni a di pjesin dam, min el gjinnet i wannas, ka thonë shejatinu l'insi wal gjin, shejtoni është di pjes, shejtan njeri, edhe shejtan e gjine. Ven shejtoni e gjinët ban vezvese, të thot ajtije, kështu të thot, të shpia, ja të dera, të të nesër,
nesër me zeza po ndodh. Edhe qohet gruaja jote i merr çantas për mos me ndodh me zeza del pi shtëpie, gruaja jeme. Ajo gruaja dol, mara njëri, ajo dol çantat i kish marrë dhe kjo çantat gruaja vllavit tem, e jotja aty dalin kodër. Kur dalin kodër vjen ai shejtani njeri aty. Ot kanë 100 mark. Si dush me çit ma ton 500 vet 50.000 mark. Tani e gjinë ka thënë Allahu në Kur'anin e Kerim, janë pjesa njeri. Janë pjesa njeri. Ai qetri shejtan, hoxha i shejtanit. Kja shejtan. Ai qetri shejtani ka xhallar të vet. Vjen ai shejtani ai hoxha. Ai vjen qetër gru. Ai sfol nguon e këtij që thot kanë 100 mark për krije. Ai thot 5 minuta. Do 5 minuta i kiteri dilësh. Çka ke fituar 100 vet me gjithë babën e plak? Lek 5 minuta i ki ko. Ti setrën se lexon dush me dal. Setrën se lexon jo çantën. Kur dilësh kodra dhe ai thot 200 mark për me dal si dush. Ja urdhlo pra. A ke pa ku jetu? A ke pa ku jenë çfarë? A ke pa ku jeton ti? Këtu pra kemi thonë në fetarisht kemi thonë para disa viteve në këtë kursi, fetarisht kemi thonë. Këtu frin shumë erna. Kush ka qenë xhamia më men? Këtu në këtë vend ti ku jeton frin shumë erna. Ajo që frin për lindjes ka që të remën. Ajo që frin për i perëndimit ka që të remën. Ajo që frin për jugut ka këtu që të remën. Ajo që frin për i veriut e ka emnin veti. Po ti e kejt të të katra të bojnë dam ti e. E qka dush me pas pra? Dush me qenë mirë ti i veshur. Mëse harro kosmodiskin. Mëse harro. Ti këthajnë parat si mësë boje hajrë. Mas 3 jave na i bete, mas ti japë mi parat. Mësë harro me math ata. Mësë hec fat. Mësë hec fat. Ne e kosmodiskin, si mësë boje ti këthajnë parat si mësë boje hajrë. O i dashur, o vlavi jem, hec i veshëm këtu. Se këtu kalon vetëm në atë rast mirë, si të hecësh i veshëm. Këtu në këtë ven, i vdeshën se donë. Këtu në këtë ven, i vdeshën maron ti maron. Këtu në këtë ven, nëse më frima nuk të merë me të që për pjetë, i vdeshën si tishe toka që ti të poshtë. Nëse frima nuk merë, në toka, në këtë rast neve, të dijat në kanë kapë, e lam rrugën e Allahut, një pjesë tonën toka e hangër, pjesën qëtër ajri për e banë, pjesën qëtër havaja ajri për e banë. Do me thonë, aqë pa rrugën e Allahut jemi bot letë, frima, letër bureki jemi bot, që e kanë lonë ato që angrën burek, po na merë frima, po na banë, në për dunja, në ka stërvit mirë, si asë njëherë më parë në ka stërvit. Po të këshmi pas Allahun me veti, po të këshmi qenë robë të ati, shka kishe ti me në thonë, shka ndodhë ka thu? A bash je interesun për një me? Unë të kisha ditë se je për një me interesun me ditë pa të të thonë se kisha lo. Po jam thali bindën o vlavë i dashur. Jam thali bindën se këta popullion e kalon me ndëgju kur të sosët a i 4 shekull, 700 vetë. Aq pëndokët se si ka ment ati. Deri sa na piskatim me zo. Deri sa na piskasim me zo. Qka është bre kizo 5 herë në ditë e kështu? Pra i neve më dëgjohet kjo. Herët ashtë që thomune shka kishë ndodhë me pas qenë rrugën e Allahut. Deri sa na në slupçan, hecim në slupçan, i ndëgjojmë të ligjeratat në zeta, i ndëgjojmë të ligjeratat burimore të Kurani Kerimit. Edhe unë jam i bindun se xhamia është maru me para 400-500 viteve. Kjo xhami është shëndru, është ndërtu kjo në 36-ën, po ajo qetra para 500 viteve. Me këtë metodë Islami nuk është spjegu këtu burimisht, asë një herë. Haptas, hoxalarës ka pas, haptas, parezer, hoxalarës ka pas, se razvodniki qaq di, desetari qaq di, qaush, 10 askerë shka jo, qaq di, a e dhët, bërë me fletë se sa ati më, se që ati i ben trubës me zonë gjumi, sa ban gjasht i ben muqu, edhe a i ma tepër nuk din kur gjo, a i di pra, atomin gjast berbar, gzat që se shkoj, heke moskën nëjë se ka përcaj problemi, a i a që di. Kurse do qeri din do pun qera, ama dhe një senda është katastrofë, ka njëherë desetari është i mirë me konë hoxë, kur t'jen kejt askert razvodnike atë poshtë. Se ka njëherë edhe qetra pëndodhë, askert
Kejt razvodnik e heq kur gjotë e poshtë, a i hoxha pa ka gjemë manalt me një vend, piqina vesarit e përpjet, edhe ati po jetë një vakum një zbrasin e po lind nga kjo të në shkatha hoxha, ajo që e tham javën që i kaloj, shkatha hoxha, në ka rasë. Dhe kësa, kështu nga kjo punë, pa në ka rasë. A i qëtër shkatha, a i qëtër javën e kalumë shkatha, lom ka po hoxha. Të me thonë gjemotit një saat mas gjumoja kanë fshin, se hoxha ka bo shumë lom. Ato vesh kanë fshin, kanë qitë për jashtë. Ja kështu. Po të kem në të Allahu gjëlle gjelaluhu. Po të kem në robë të ati edhe veprum si ma sistemit ati. Inderuar i gjemot, o i ju, që na kërkan ma shumë se ju se dojmë. Hiq. Na se dojmë as kënë në këtë botë ma shumë se juve. Ju jeni partën e qervin. Na sot do t'ishmi në shpite tona ati ku duhet tjetë. Sot do t'ishmi. Kejt kjo s'kish ndodhë, qish dush mere, qish dush besoje, qish dush kape. Na do t'jeshmi ati ku duhet me qenë. Na nuk do t'jeshmi rrugve. Edhe një mos e harros edhe këtë pa ta thëmë. Këta e përfshin plani i ndihmuzve. Mos harro. Nare me veti, ku dush qëj? Qish dush komentoj kur dilish për gjamije? Këta e përfshin plani i ndimsave. Sukur shka e përfshin plani i përzansave. Njajta. Kejt më në fund atje del. Po ash herët e di, ama na jemi një popull, që kemi thonë na jemi një popull, që mas 60 viteve, mas 70 viteve thojmë, po efendia jonë pa thonë mara. Na shtipe shofim me si, halit e fenia, i kësa i kursia, a i që ka bot dërës këtu, halit e fenia, a ju kish pas thonë pleshve tonë, ka me arni i qimet me ilin balë, kështu kish pas thonë pleshve, pleshte tonë kishin pas këshirat halit e fenia, kështu e kishin pas këshirë. Po thot hoxha, ka me arni i qimet me pap me ilin balë, kejt pleshte tonë kishin pas kujtu, se a i pi mishit e ka atë ilin. Kështu kur të lej njeri lind edhe lind hazër me ili, në ka poq me burëm pi për mas, ili në ka poq me burëm pi për mas, ili do me thonë me hek me një ka më arë një qimet e shka me tarë dhe i qimeti me ili e të në ka hi neve mund midis mund tiran mund midis le që në ka hi po s'po del a ke pas eri s'po del ta shti hajde urlo sa shqiptar ka të shkollum që për e thëmë në modern intelektual sa shqiptar janë të shkollum shti me mi janë qindra mija që ka me po hajde urlo ku i ke hajde urlo ku i ke a ka përgjizje na po i pisim ato jo juve që jeni në gjami na po i pisim ato që shma intelektual, shka i shkollu? Magistr, i qka i magistr? I kimijës, e ke gjetë Allahun? I fizikës, Allahun e ke gjetë, a i shërben ati? Matematikën, e ke vun shërbimin e thas tonë? E ke islamizu? E ke vun shërbimin tonë? E ke vun shërbim? Jo, vëlle. O, doktor, medicinën që e ke studiu, e ke vun shërbim? E ke vun shërbimin e Allahut e kam fjallëm? Jo, alo. Po më zdalë dë një më stasht a halat me atë Allahina kësi ka një numër të man e Gjermanët pa ta thëmë prap hatës Gjermanët e kanë shkencën në shërbimin e Zotit këto Gjermanët që janë modern e kanë shkencën në shërbimin e Zotit e prapët kalzoj se në Gjermani ekziston o ju intelektualet shqiptar në Gjermani ekziston spitale, jo spitale në emnin Josef Krankenhaus. Josef Krankenhaus, spitali i Josefit, i shenjt, spitali fetar, në të spital ven popi me të pasi ke halët, ven prifti zakonisht, jo kështu, zakonisht me të vizitu dhe me të pyt, mos po të mungon dhe një senti i helbet këtu, mos ki një munges këtu. E po mirë vëllai jam i dashur pra ti që po don në Evropë që s'm po shkojnë prej fes ti që kur të shkojsh atje unë po të kallëzoj kur të shkojsh atje në Savan mëngjes vën prifti me të vizitu te çadra ai ka ardhur me të vizitu te kampi në Tiranë prifti italian
kampin e Kosovarëve 100% musliman, me gra, me cull, me burra, me fmi, me pleq, me kejt, as një krishter veç prifti për Italie, që din shqip pastër me fol, njërë ka hap shkollën fillore dhe të mesme në kamp mrena, në kamp të përqendrimit të përkoshëm, edhe aj gjemve ton të cilën shkun me qu një ilmihal edhe një fletush, po në atë kamp i përzuri aj, tha, ju s'keni pun këtu, o dashur, po kur më neve na dulën qertë zotat shumë, kur na atë shpejt u banëm qerve na mës me pas drejta na nës tonë mi fol, kur prift italian u bo ma jafrëm, o ju intelektual shqiptar, o ju që e keni emnin Hasan e Husein, e Recep e Hisni e Beqir e Salim, o ju të humbur, o ju që keni humbe dhe humbët mas juve qerë, ju humbët mas juve qerë, këthan ju Allahut, ju e keni bot juvën, ju veç thuni popullit juvë, po, Zoti egzistone dhe duhet adhuruar ata, spjegimet ne i bojmë, e humbët vetë, edhe e humbët popullin, e humbët, ja falet ju popullin qerve me një çokolad edhe me një kreq, mos me nalon neve me fol fjallën ton, ju marut djem në kampin e Stenkovësit në Shkup, i thanë gjemve ton që ja dhanë një fletushke cila në ta shkruun Bismillahirrahmanirrahim, na jemi musliman edhe në kësi kushte duhet të jetojmë të pastër, këtu shkruun fletushkën ton që e kemi pregatit, duhet lami, duhet pastromi, na kur s'kemi uj duhet marim të mum, na duhet jetojmë të pastër, edhe në kam prani thojt, edhe në kam pastronu ashtë sa ka mundësi, këto muhabete, ato gjem të qun, i rëmin gjem të tonë prej atise, na tasha, kështu thar ato, na punën e fes me Allahin tash kemi punë këtu, shiqo tash. Do me thonë se na Allahun për njëfshmi, ditën e Bajramit, apo, kër i kemi katin e mirë, kravatën e mirë, edhe baklavën e mirë, urdho, e arrim, kur si kemi këto, o vlau jem, ka pas një shoqi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ka pas emrin Abu Salama, a i tha në ditat më të zeza të kontratës Muhammed Mustafa me Suhejlin, 3 vite me radhë në Mekka kanë marrë qendrim qafirat, mos me ushit muslimanëve dhe mos me ble pitive, mos me u dhonë grave, mos me marrë prej ative, mos me u dhonë pazaras, mos me u fal, mos me lipo ha dhe mos me marrë u ha prej ative. Kjo ka zgat 3 vite, le kontrata letër ishte e varë me në qabe, ka thonë Abu Salama, deri ati arriti puna, deri ati shkoj puna larkë sa qini natë, dola unë në shkratin me derë një uj, me prish një abdes na i thojmë, fa e ndjeva nga uj, nga urina ime, një përshpëritje lëkura, e ula dorën e kapa ata, edhe e qova në shpi gruja jeme, e lajti ata, e zeu pak edhe e hangrëm me cult, ishte ajo një likur, e një hajvanit që kish ngorë para mujve, këta e zina ato e hangrën, po nuk diskutun ato, asha Allah, këtu shti ajo, nuk thanë ato, e ku asha e Allah e me janë i mu, se neve dishka mdokot, se përna dokot, se na duhet me nejt, bash jemi të kryum për kam kreq, e dikan na duhet me gjithë që ka na thot, po, ju veç rëni se na ja lujim të nena ashti për juve. Ashtu mu për mdokot se na i kemi fitu bindjet, se na duhet me i pas dur të limet lame me sapun misk, të fërkom mirë, se qertë ato qertë përshkajen, ato duhet me bodi shka. Edhe ne kontestojmë të ne apedojmë Allahun, aspedojmë, kur tjetë dile dojmë, kur tjetë vrant, për shka me na u bo neve vrant, na zban me na u bo vrant neve, na duhet dajma këfelt me pas, jo, na jemi musliman, na s'duhet, na se kemi këfelt asni hare, të besimit islam se kanë këfelt gjithmon, i tha njoni Rasullahi s.a.s. tha ja Rasulallah, ja Muhammed, halas kish kalun islam, tha ja Muhammed, kam interesim të gjallë, tha me pranu fe antone, tha kam interesim gjallë me u bo musliman me hinë taborin tanë, i tha Rasullahi s.a.s. pregadit ju varfërijës, kështu i tha, po unë po du me qenë gjennet me tije, ja majti pak me një onë qëtër tash të emramja, të pika e fundit, tha po du me qenë gjennet me tije, tha pregadit ju varfërijës, se me muhe, ka thonë Rasullahi s.a.s. dush me qenë i durushëm shumë, me muhe dush me hi 73 herë në lufta,
Ai 73 lufta i zhvilloi. Në 28 mori ai pjesë vet. Deri në 36 i banën sahabët, a sahabët shokët e atij deri në 73 numrin i kanë organizuar ato. 73 herë luftë. Sa pregadit që varfërijës, do me thonë, ti dush me dhonë pasunia ti, dush me i dhonë gjemt ati, dush me i dhonë vajzët ati, dush me i dhonë pasurin tonë ati, dush me dhonë vetë vetën ati. Ndash. Apo do me qenë me muë, sa pregadit që varfërijës. Allahu në Kurani Kerim ka thonë zemrat janë di. Zemrat janë di. Ka thonë va nefsi wa ma sawaha. Ka thonë po ba i be në atë epsh, në atë shpirt, në atë zemrat që kam ndërtuar se zemra ndërtimi Allah. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. E kam inspiruar mirën dhe të keqen në të emrenda. Fa qad aflaha man zakkaha. Ilumai ka pështu drejt për drejti ai që arriti atë zemër të vetën me pastru, me jetu të pastër, me jetu i pastër, me jetu i pastër, në do me thonë në atë kuptimin që po jetojnë tash do të pastër. Pse bre po e pi atë raki, tha. Po e pi, tha gjama, di shka ka, po e pi, tha. Po barëm kërkujs po i mendoj keq. Po e pi, tha. Po barëm kërkujs po ja mendoj të keqen. Shiqot ati. Shiqot sa ka arrit me dit ki. E që ti, unë nuk i thom intelektual. Këti hala me harët, kisha me i thonë me shok të vetë intelektual. Kis mundët me qenë intelektual. Se edhe intelektual edhe rakigjis mundët. Po kis ka mujt me hetu, se para se ti baj keq qerve, s'ban me i bo keq vetë vetës. Kje ka humu vetë vetën të i bo keq, edhe po lavdro se qerve s'pe ju baj keq. Po tja, qerta ma shumë se vetë vetën i do. Ti kur ke, ti s'ban me mdash mu ma shumë se vetë vetën. Ti dush me dash vetën, ti dush me shpëtu vetën nga keqja. Prej smundjeve si kanerizme qera, dush me shpëtu vetën. Pas taj mu me më këshilu. Ti e ke myt vetën, po unë e përpi, po qerve barëm s'po ju mendoj keq. Allah, Allah. Sa i menqër, sa talent i madh ki. Edhe ki harron, nuk ka që di që ki ka uniform të veshën. Uniformën, cëllin uniform? Uniformën që të thinë gjennet. Se po u veshe me uniform ti i gjennetit, mos si ti ishe muslimane kam fjallën, si ti kishe besim, ti je i... Aja është uniforma e garancës hyrjes në gjennet. Qështu e ka emnin, se kam maru këta kështu e ka emnin, uniforma e garancës që shtim gjennet. E tashti, unë e kam vesh ata, edhe e kam vesh uniformën e garancës për në gjennet, e du me dek me ta. Ama edhe në shishëraki me veti. Se hajde tash, urdhno tash. Oj dash, urdhno tash, hajde, kus pes pjegon, qka kjo pun kështu? Qka kjo pun kështu? S'mundet, nuk s'ka gjennet mo. Kjo është humbje. Kështu pra unë i thom gjallit, ton tim këtë rast me durët e tua, e ke humbë vetë vetën. Edhe prej ti e shumë pak pritët. Shumë pak pritët e ke humbë vetë vetën. Kja është sukur a i njeri, i cili ka ndërtu një shpi të bukur, po inxinjeri i cili ja ndërtoj, duke e ndërtu shpijen ja minoj. Kështu a kjo pun, a i që ja ndërtoj shpijen ja la minët mrenda, a i kur hini me fmija dit i eksplodu në ato. Urdhot ashtë pra, a hini shpitrekja? Ti ke hi me uniformën e cila shtim gjennet nëse vitesh me te, po e ke gotën e rakijës me veti, ta di është ti je i miniratëm, ti me vdekjen tonë eksplodon për gjithmonë masmo. Ska prej tije. Ska prej tije asgjo, dush me qeni pasër. Allahu ka bo be në zemrën, në shpirtin e pasër, ka thonë, po baj be, se unë e kam ngrit atë dhe kam kryut pasër, po baj be në madhnin time që e kam kryut pasër, edhe po thomë, kad aflaha men zekkaha, ka shpëtu aj që e mbajtit pasër. Pra kështu drejt, ka shpëtu aj që e vazhdoj pasër, jo aj që e ndoti, aj s'ka shpëtu aj që e mbajti, aj që qëkojnë vazhdim. Kurse zemra qeter, në orën qeter, është ka dhulumatin, fi bahrin lëgjij, yaghshahu mawjun min fawqihi sahab. Thash ajo zemër si një anije e vogël, e cila ka ngel në detin natën e veshtës me mjegull dhe dalga dhe val, të ashpra të detit, qishtë të lozitet ajo në te, ashtu ka ngel zemra e ndotër me haram në këtë vërdalën e kësaj bote, e ajo mendon se është nudhe, po qëfar udhe? Duke mendu se do të gjej brek detin një herë. Urdhno vllave jam i dashur. A bisedojmë pra këtë çështje një minuta di. Në deti me val, me frim të ashpër me mjegull, val mbi val, është i interesum me dal
në Bregdet kjo anije e vogël me një njeri, a ke shpresa se del kjo? Pra këtu janë shpresat më të vogla se minimale, këtu janë shpresat e humbura. Kështu është ai njeri i cili mendon se do të del në Bregdet me gotën e alkoolit, ai i cili mendon se del në Bregdet me blerjen e zemrave dhe shpirtave të qerve, ai që mendon se del në Bregdet duke bën një haram apo nëpërmjet rishfetit apo nëpërmjet atij korrupsionit të zi i cili është i njohur të njerëzit, nëpërmjet tradhtisë dhe rrenës, nëpërmjet bingjeve të fata të kota që mas ative bingjeve nuk ka kalli, nuk ka me korr, nuk ka me fshi, s'ka me blujt, nuk ka me hangër. Kështu janë ato zemra. Thuna Zot, një me qenë, të gjithë kemi me pagu, po me qenë shumë këto. Një me qenë, është defekt. Një pi gaz në burën e tamlit është 7 dush. Një pi gaz në burën e mjoltit është 7 dush. S'duhet një burë. Një pi gaz mjolt është 7 dush. Atë duhet me dherë. Nëse na kemi shumë pikat gazit, na me siguri duhet me dherë këtë histori e me ndërtu koshiqen e bletës e cila ndërton historinë e re. Më duket më i vogli unë jam prej intelektualve në popullin ton, më duket se neve po duhet me ndërtu sandëkin e bletës së historisë re tonës. Mendoj se koha këtu ka ardhur, se mdokot prej sandëkave që na i kanë përmis qertë për dit, na ka praptu mjolti në shpin edhe në bark natë e dit, na ka ndot prap emnin e ka mjolt, a i prap është ati. Pra, a i prap është ati. Ne nuk thëmë na ka derë mjolti për pak e për shumë, po thëmë a është ati, po na i kanë praptu qertë e na i kanë plunos me dishka tjetër që s'po na lën me hongër, e tash nëse më lejoni për fund me thonë se mdokot se neve dhe na i derdhën mjolti. Na i derdhën prej sandëkit. Shkoj mjolti. Shkoj mjolti jonë. Unë se di shka ka met. Vesh një pun jam i bindum. Sandëkja është ati. I praptu. Sandëkja është i praptu më ati. Edhe po e mbyllë e po thamë. Qel një sitë mirë. Se natë sandëk dhe të hinë qera sende me tu. Qel një sitë mirë. Se natë sandëk shpejt e shpejt, jo mizat e bletës, qera mizat të tin me tu. Që ato mizat qera, nëse në gutën të bletës me himrenda, grenzat kanë me him. Dalimi i madh është mes bletës edhe grenzës. Nëse në shpejtojnë me him mizat e bletës prap në ta, grenzat e okupunat sandukin tonë. Aja është ati i hapun, me krijet e poshtë i praptum, urdhnoni ju të ndershëm të gjithë, edhe në nënvizon e këta, bini mas, bane vepër, edhe kujtonu mirë, thirni mizat qera të bletës me shkat duri thirni, këthejnë të sandëki, se sandëki është joni. Aja është joni. Edhe në këtë razë nëse a i mushët, a i ka me ndërtu atë fe pugace prej të cilës del me sulmu në ardhëmërien tonë të afërme dhe të lartë. Allahun gjelle gjelalu e lusmi ne, që të në ndihmon me hinë sandëk prapë. Allahun e lusmi ne që të bëmi të vetë dishëm edhe t'i thojmë ati me zë, pa u tërpnu prej kurkuj, se na tut jemi, edhe inshallah rëshasin prej skemës njerëzit të cilët e hapin gojën edhe mbushin plot kur ta kurthojnë, ju të Allahut largonu prej këtu se ne me juve s'kemi pun, edhe s'kemi pun me Allahin e juve. Kështu po thojnë do, as me juve s'kemi pun, as me Allahin e juve s'kemi pun. Pra a i shka s'ka pun me neve, edhe a i shka s'ka pun me Allahin ton, a i sa shijoni. A i kuj ashtë na nuk e dim. A i na nuk e dim. Po një gjo e mësum prom 3, i kuj mundësh me qenë. Prom. Një gjo 3 e mësum prom, i kuj mundësh me qenë. Prom qytetin Gjizin, të Libanit të jugut, e lishu në ushtria libaneze, ata e shkun në Israel ato, se ishin libanez që i shërbeshin jahudive. E lëshun, do më thonë u liru qyteti, e ka morë Libani, se ata e kanë pas pjesa e ushtrijës Libanit e cila i shërben të jahudive. E pa, që shanë ke put? Mësabit. Kur më levsh mi basë qëra herë, në kësham një disë të kalla moqit tonë, e mushmi një krabari për ajvan.
midis Kallamoçit. S'ka vën atë Kallamoçi. Se kemi lë barit ata. Po atë gjojsh mi pak bari mi u qit hayvanëve në akşam. Lillahi l-Fatiha.